të cilët duan të përmbushin premtimin e tyre në librin e shenjtë që Izraelin ta shtrinë në tokat e tyre të shenjta, në tokën e premtuar. Se e shet atë hartë është e frikshme. Toka e premtuar dhe toka e shenjtë, sipas tyre ndodhet atje ku sot është bregu perëndimor, pra qytetet e vjetra që janë të Palestinës, përfshi Jeruzalemin, përfshi Nablusin, përfshi gjithë të gjithë, dhe shkon në Jordani apo del deri në Sirinë, Arabinë Saudite, Tigri dhe Eufrati etj. Po ky nuk është shteti i Izraelit. Kjo është një rrymë, e cila aktualisht ka dy parti që janë në qeverisje. Por ka patur edhe një qeveri komplet të tjera të ndryshme dhe nuk është se ka ndryshuar. Pra problemi mes Izraelit dhe Palestinës nuk është se ato nuk e njohin njëri tjetrin. Problemi është se ato duhet zyrtarisht të kenë klasë politike të inkurajojnë njohjen e realitetit. Është pak a shumë se s'njeh Serbia realitetin e Kosovës. Mendoni se arabët kanë më shumë gabim këtu apo izraelitët? Po. Ashtu të lutem dhe pastaj. Unë e kam pyetur Khaled Meshalin saktësisht këtë gjë që theti dhe më ka thënë shefin politik të Hamasit. Dhe më ka thënë që sot është shefi i politikës jashtme. Keni një foto të përbashkët me ta. Unë e kam pyetur dhe më ka thënë këtu e shumë vite përpara që pavarësisht se ne se njohim Izraelin, nuk do të thotë se Izraeli s'ekziston. Izraeli ekziston, është aty, duhet gjejmë mënyrën se si në epokën tonë të mos bëjmë më luftë dhe të kemi arpushim dhe t'ja lëmë çështjen e paqes brezave që vinë. Po që themi që s'ekziston Izraeli, do të thotë ti je idiot. Është një njëjta gjë sikur thosh se ekziston Palestina. Janë të bindur të gjithë në botën arabe, por edhe Hamasi se Izraelin tashmë është realitet, por ata të cilët kërkojnë një shtet palestinez në kufit e 67-s. Tash as shteti palestinez kufit e 67-s nuk është i mundur dhe as shuarja e Izraelit nuk është e mundur. Shuarja e shtetit Izraelit nuk e kërkon askush tash. Spaku... Nëse ti lexon edhe demagogjinë e Hamasit, edhe të Hezbollahut, edhe të disa vende. Politika zyrtare e Hamasit e pranon Izraelin. Po e di më që pranon se po them i kam parë që kanë qenë për dreka darka bashkë edhe putheshin gati me njëri tjetrin. Duket si këta politikanë të Bosnjës, kupton. Sepse janë fqinja nga njëjti vend, janë nga të njëjtat fshatra. Janë edhe popull semit të dytë. Po janë popull semit e tjerë, po themi po të shpjegoj tjetër gjë. Po them që nga pikpamja e doktrinës politike duhet kurajo dhe prandaj them që është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme edhe për Izraelin dhe për Amerikën, çështja e 4 vendeve arabe të cilët janë aleat të Amerikës. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Egjipti. Se këto janë dhe aleatët e Palestinës dhe të palestinezëve, kupton. Kur jemi te Emiratet e Bashkuara Arabe, një shtet e cila ka një politikë dinamike të jashtme,